tjetër histori. Do flasim fundi për këtë, por ndalim pak për batut. Çfarë thuhet për planin? Po patjetër, thimi është vendi i parë musliman që ka pranuar dhe ka përuruar zotin Trump për këtë plan, sepse siç dihet disa ditë para Netanyahu që ishte në shtëpinë e Bardh, ka qenë presidenti Erdogan me gjithë këshillin e ministrave, shefin e inteligjencës e shumë biznesmen të tjerë, ka qenë në pranin e tina dhe është i vetmi vend që me të vërtet media turke po mundohet ta shtrojë domethënë tek populli se ky është projekti më perfekt që do të mund të jetë një stop i këtyre barbarizmit që po ndodh në Gaza këto 2 vitet e fundit. Kjo është përmbajtja, por pavarësisht se ka dhe kritika në fakt po thonë që ky nuk është gjë tjetër përveç se plana që kanë qenë para 10 vite, para 15 vite apo para 2-3 muajve dhe para se të vinte Trumpi të administratës së Bidenit. Ka edhe mendime të ndryshme, por gjithë ajo shteti turk dhe sidomos inteligjenca turke, shefi inteligjencës turke Ibrahim Kalin me urdhërin e presidentit Erdogan është i fokusuar dhe është aktiv për të arritur të paktën një armë pushim për këtë ditë domethënë në Gaza, por gjithsesi ende presin se çfarë do bëhet, sepse siç dihet edhe pse në mediat ndërkombëtare prononcohet se a do ta pranojë Hamas ajo, por më e rëndësishme është a do ta pranojë dhe parlamenti i Tel Avivit këtë ku të gjitha të dhënat zyrtare thonë që nuk do të ratifikohet kjo marrëveshje në parlamentin izraelit. E kuptoj, por nga ana tjetër, si ka qenë opozita turke lidhur me këtë plan? Opozita turke thotë që me patjetër duhet kemi një armë pushim, duhet kemi domethënë që njerëzit të hanë të pinë, kjo është pika kryesore, por edhe plani nuk është se është një sukses i presidentit Erdogan, edhe pse me fjalimet e tina të vazhdueshme gjatë gjithë kohës, biles për dekadash më radh, nuk është se ka dhënë një rezultat që të jetë të kemi një paqe të qëndrueshme në lindjen e mesme ku të jetojnë së bashku si dy komshi apo edhe si dy fqinjë të mirë arabët dhe hebrej. Okej, por padyshim vetë Erdogan çfarë ka deklaruar, sepse padyshim duke qenë se Turqia është vendi i parë që ka njohur musliman dhe ka mbështetur këtë plan, shto këtu dhe faktin e vizitës në shtëpinë e Bardh, ku me shumë gjasa u prezantua ky plan mes Erdogan edhe Trump. Vetë Erdogan publikisht ka pasur deklarata nga dita e djeshme dhe sot? Jo, dita djeshme sot jo, por sot është hapja e parlamentit, sezoni i ri i parlamentit turk, pritet që të ketë edhe të flasi për këtë temë edhe presidenti Erdogan, por siç dihet domethënë edhe në vizitën që ishte presidenti Erdogan në shtëpinë e Bardh, pavarësisht se kanë qenë totalisht të fokusuar tek marrëdhëniet turko-amerikane, ku janë shumë problematike prej 70 vite dhe më shumë. Gjithsesi në fjalimet e tij, në prononcimet e tij qoftë në ofisin oval, por qoftë edhe më mrapa, presidenti Erdogan nuk ka dhënë nuk ka folë asnjë lloj fjalie në lidhje me problemin e Gazas, por në Kombet e Bashkuara dhe mrapa duke ardhur në avion nga Washingtoni për në Ankara, ka folur domethënë kështu, por ku ka qenë vetë kokë me kokë me Trumpin, tashmë dihet krejt hatas që Erdogani as që ka pas në agjendën e vet domethënë këtë apo të tonet e ashpërve si genocid, bërësit, shteti terrorist izraeli, këto nuk ka përdorur fare, ku ka qenë kokë me kokë me Trumpin, por më mrapa po dhe ka përgëzuar në fakt këtë, sepse ka pas thënë gjithmonë që të paktën kemi një armë pushim, pra të kemi një marrëdhënie, por a do të arrihet kjo, me sa duket është shumë e largët, por gjithsesi gjithë media botërore themi kjo është gjëja kryesore që flitet, por do të shohim në ditët në vijim. Okej, do ndroj pak temë Sokol, se po më kujton dhe Facebooku që ka ato reminderat për ngjarjet kaluara që si sot 2 vite më parë kemi qenë punë këtë studio, ti ke qenë Izmirun këtu dhe kemi biseduar, diskutuar për një atentat që ndodhi në parlamentin, përpara parlamentit të Turqisë. Kanë kaluar 2 vite padyshim dhe për fat e mirë duket se nuk ka pasur më ngjarje të tilla. Janë zbehur disi çfarë ka ndryshuar me që jemi në 2 vjetorin të atentati. Çfarë ka ndryshuar në Turqi? Po, në fakt të gjitha ato atentatet që kanë qenë shumë të shpeshta në shumë vende të Turqisë,